festë dhe emocione të veçanta në familjen e Gjestit. Një lajm i bukur ka ardhur së fundmi, teksa Blerina, motra e këngëtarit, i ka dhënë fund beqarisë duke u fejuar. Ky zhvillim nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat, të cilët kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, duke e kthyer këtë moment personal në një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit. Prej një periudhe të gjatë, Blerina kishte zgjedhur të qëndronte larg vëmendjes publike. Ajo ishte tërhequr nga rrjetet sociale, duke preferuar një jetë më të qetë dhe larg zhurmës mediatike. Megjithatë, nuk e kishte shkëputur plotësisht lidhjen me ndjekësit e saj besnik. Përmes Snapchatit, ajo ka vijuar të ndaj her pas here momente të vogla nga përditshmëria, duke ruajtur një komunikim më intim dhe më personal me ta. Lajmi për fejesën u bë publik në një mënyrë mjaft spontane dhe emocionuese. Ishin pikërisht fansat e Gjestit ata që, përmes një gjesti simbolik, konfirmuan këtë hap të rëndësishëm në jetën e Blerinës. Ata i dërguan asaj një buqet me lule të shoqëruar me një letër urimi, duke i shprehur mbështetjen dhe urimet më të mira. E prekur nga ky veprim, Blerina vendosi ta ndajë momentin me ndjekësit, duke zbuluar kështu një kapitull të ri në jetën e saj. Edhe pse tashmë nuk e fshem më unazën e fejesës dhe lumturinë që e shoqëron këtë periudhë, ajo ka zgjedhur të mbajë një profil të rezervuar sa i përket partnerit të saj. Identiteti i tij mbetet ende i panjohur për publikun, duke treguar qartë dëshirën e çiftit për të ruajtur privatësinë dhe për ta jetuar këtë histori dashurie larg syrit të mediave. Ndërkohë, në një tjetër drejtim, edhe vetë Gjesti duket se po përjeton një moment të rëndësishëm në karrierën e tij artistike. Teksa familja feston në planin personal, ai po përgatitet për një rikthim të fuqishëm në muzikë. Një postim enigmatik i shpërndar së fundmi në rrjetet sociale, ku ai shfaqet në studio së bashku me DJ Gimbo dhe i etiketuar me labelin 360, ka nxitur menjëherë kurreshtjen e fansave. Burime pranë artistit bëjnë me dije se ai është duke punuar intensivisht për një projekt të ri muzikor. Bëhet fjalë për një EP që do të përmbajë 5 këngë, ku Gjesti pritet të sjellë një stil të freskët dhe një energji të re në skenë. Ky projekt shihet si një rikthim i shumë pritur nga fansat, të cilët mezi presin të dëgjojnë materialet e reja dhe të shohin evolucionin e tij artistik. Kështu, ndërsa në familjen e tij festohet dashuria dhe fillimi i një rruge të re për Blerinën, në anën tjetër Gjesti po ndërton kapitullin e tij të radhës në muzikë, duke premtuar surpriza dhe projekte që pritet të bëjnë bujë në tregun muzikor. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.